Pyetja Rozë thot: Selam aleikum o gjinderuar. A është e sakt nëse sunetet e sabahut i falin në shtëpi, pastaj kur shkojnë në xhami, nëse nuk e kanë thirrë ezanin, fali 2 rekate për xhamin. Pastaj e dëgjoi ezanin dhe mbas ezanit i fali 2 rekate mes ezanit dhe ikametit, ose nëse veç e ka thirrë ezanin, hyn në xhami dhe fali 2 rekate për xhamin dhe pastaj pres ikametin. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kretë që e folë është sakt, vetëm në aspektin e radhitjes është një vrejtje. Ajo që njihet tahiyatul masjid, me i falë 2 rekate kur të him në xhami, që i thonë përshëndetje e xhamisë. Hadith sakt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Idha dakhala ahadukum al-masjid", kur të hyn dikush për juve në xhami, fala yaq'ud hatta yusalli rak'atayn, mos ulet pa i fal 2 rekate. Tash këto janë 2 rekate tahiyatul masjid, përshëndetje për xhami. Vetëm në sqarim gjuhësor, që këto 2 rekate nuk falen për xhami, këto falen për Allah. Domethënë këtu është veç me unë nuk them që dikush e adhuron xhamin, se s'tuhet, po veç për mësim në aspektin gjuhësor. I fali 2 rekate përshëndetjet të xhamisë, domethënë namazi, rekatet këtë janë për Allah subhanahu wa taala, por është dispozita është përshëndetje e xhamisë, ose mos më ul në atë që ka thënë pejgamberi sa i fal 2 rekate, përndryshe të tjerat të gjitha janë sakta. I fal 2 rekate sunet e shtëpia, në rregull. Shkon në xhami, halo suthir, nuk ulesh pa i fal 2 rekate, i fal edhe 2, në rregull. Thirrë zoni, pastaj ka në hadith sakt pejgamberi sa me sezonit dhe ikametit ka 2 rekate namaz për ata të cilët dëshirojnë me fal, kjo është e saktë. Pastaj edhe një informat shtesë që me thonë, masi që të falet namazi sabahut, nuk lejohet me fal namaz derisa të lind dielli, edhe del sa një shtiz ose parafërsisht 20 minuta pasi që ka lind dielli. Wallahu a'lam.